Rruga Selim Gjyrezi në lagjin zooteknik të Shkodrës vazhdon të jetë në gjendje të amortizuar. Prej kohësh banorët e kësaj zone përballen me vështirësi të mëdha në lëvizje, veçanërisht gjatë ditëve me rreshje shiu. Uji i shiut grumbullohet në rrugë duke krijuar pellgje dhe balt, çka bën të vështirë kalimin si për këmbësorët ashtu edhe për automjetet. Banorët shprehen se gjendja e rrugës është përkeqësuar me kalimin e kohës dhe se mungesa ndërhyrjes ka shtuar problemet e përditshme. Edhe se në taksapagus shumë të rregullt, na dy gjane janë aty lyp, rrugë, dritat e rrugës edhe rrugën. Tash në 29 vjet kanë rojtë s'ka vënë kush dorën ta. Edhe paguajmë tani taksat si më i miri qytetori i qytetit Shkodrës edhe si bën kujt më. Shefi peshi një vet rrugën se si është. Fëmia na rrit fëmia i ka kaluar faza për me i çuar me i punë shkollës. Dikush mos shqetësuesi ka. Ata i bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse të marrin masa sa më parë për rehabilitimin e rrugës, në mënyrë që të përmirësohen kushtet e jetesës dhe siguria e lëvizjes në këtë zonë.